Në Parisin e vogël të Shqipërisë, në Korçën e bukur e plot kulturë, ndodhet Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar. Që prej vitit 1980, kjo hapësirë ruan një trashëgimi të vyer, duke reflektuar një pasuri të jashtëzakonshme kulturore. Këtu gjenden mbi 7.000 objekte nga periudha mesjetare, përfshirë ikona, dorëshkrime dhe artefakte të tjera që datojnë nga shekulli 13 deri në shekullin e 19. Shumë ikona të krijuara nga mjeshtra të njohur si Onufri, Konstantin Shpataraku dhe Nikolla janë shpirti i këtij muzeu dhe mbajnë brenda tyre shumë histori. Teknikat e avancuara të përdorura për krijimin e këtyre ikonave tregojnë aftësitë dhe kreativitetin e artistëve mesjetar shqiptar. Ky muze është një qendër e rëndësishme për restaurimin dhe ruajtjen e ikonave, duke siguruar që këto thesare të çmuara të mbeten të paprekura për brezat e ardhshëm. Gjithashtu në këto hapësira organizohen ekspozita speciale dhe evente kulturore, të cilat e kthejnë në një platformë për artistët bashkohor, duke promovuar artin mesjetar në një kontekst modern. Si një pikë kyçe e turizmit kulturor në Korçë, gjatë vitit 2023 u vizitua nga 30.000 njerëz. Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar. Njihuni dhe dashurohuni me veprat fantastike të mesjetës.